500 € për metër katror. Pra, Gjono, kemi ardhur ky super objekt i private 3 kaçe për biznes. Dhe në rast se doni me ditë ti dhe kush do qoftë, 500 € për metër katror, e kemi këtë objekt sot në të moment. Ma lirin treg gjithë Shqipërinë, jo në Durrës. Në Durrës po si pas, në Durrës shitet 1000 € metri. O Gjon, po e dinto, 500 € për metër katror. po e dinto që po flasim për 500 € metër katror objektit, 500 metra tokë truall. Pra, 500 metra katror tokë truall. Kemi ndërtimin në aprill 440 metra. Atëherë aprili tha 500 € për metër, i bën vetë ndërtesa 500 € pa llogarit, domethënë trullin. Trullin keni falas. Ju e kuptoni për çfarë po flasim? Unë dhe ky që rosi këtu jemi të shqumë për okazione. Ky është okazion. Pra po flasim për 220.000 €. Vërtet janë shumë lekë. Okej, po kur flasim për një objekt 3 kaç si pallat bashkohor me truall në rrugë kryesore, shiko pak rrugën. Pra jemi në rrugë të madhe. Këtu mund ta bësh për biznese, mund ta bësh për aktivitete ndryshme, apo jo? Ka ti parë, ti jep mundësi për biznes. Pra, flasim për 220.000 € dhe në qoftë se ti apo miku jot ka një makinë të prodhimit vitit 2021 që t'jetë makinë nafte deri në 50.000 €, ne jemi të gatshëm për ta pa pronari makinën, çelësat, dokumentat, edhe ke noteri do të kapim, do të çojmë ke noteri. Ja këtu në autostrada, këtu jemi rreth 300 metra. Pra gaz të unazë shkuzetit. Zona e Shknetës ose Durrës i ri. Gjoni, o Gjon, pozicioni gjeografik ku jemi është afër zemrës Durrësit. Strategjike për biznes. Tash unë do ta marr pak kamerën. Edhe do të shkojmë pak Gjon më. Pra jemi në rrugë të madhe. Shikoj pak. Jemi në rrugë të madhe. Urdhëro. Hajde. Kemi internetin apo? Jo, drita po, internet po, ujë po. Kanalizime po. Çdo gjë po. Lagje bukur po. Vend për parkim po. Këtu mundësime me ndërtuar i ka palën tjetër këtu. Datë e parë më për servis. Datë i dytë dhe datë i tretë për banim. Atëherë t'ja tregojmë pak jashtë shpejt. Shikoni, kjo është oborri që mund të bësh çdo lloj aktiviteti, kjo është prona. Normalisht flasim për 440 metra katror, përsërisim për 220.000 €. 220.000, 500 € metër katror. Futmi pak më në Gjon. Shohim pak aty. Prena i kanë hapur. Kjo kolona për gjithë ju që e shihni, sepse kjo është gjigante, është për pallat 5-6 kaç. Aty këto shpenzet që ndan sipas sipit. Klienti, personi tjetër. Si po e ndan si e do. Si ta dush po. Edhe mundësi për hotel është tu Gjon Marku, pasha zotin po. Hopim lart. Aha. Po. Si ta du në burr? Kanë facilitetet, supermarketin e kemi këtu. Supermarketin këtu. Qytetin 2 kilometra kemi afër, autostradën 300 metra. Të gjitha i kanë ndër shtëpisë. O borri moth po. O borri moth, çka hapësirë? Sinqerisht, Ndan 2 prestish, 3 prestish gjithë hapësirë. I shpjegojmë pak për tullat, sepse flasim nga ana arkitektave. Tullat janë vendosur gjithë në kom dhe janë të lidhur me jona tjetrën. Pra, po ta shikojmë këtu, çdo tull është i lidhur me jona tjetrën, që do të thotë, ustaj ka qenë bombë. Këtu është brez betoni që nuk klen mushë muaj, si to që të vi tërmeti. I ka kalu gjithë tërmetet kjo. Do të tregojmë pak kolonat që janë kolonat nga i metër, shif pak. Shif. Na. Dhe të katë më vla. Ik Gjono. Et Gjono, jepi kërbaç. Vetëm për 220.000 € gati ke noteri.
Si e? Është gjënof për gjithë që të ta shohin këtë video, do ma shpërndani herë, dhe është gjënof mos investoni në ambientet sigurta, në pronat sigurta, në objektet sigurta. Tu rruga modhe, ke parkim, ke drita, ke ujë, ke kanalizime, ke çdo infrastrukturë që i përket një lagje apo një zone. Ju presim, ke noteri,